patë që si shkoj neshja. Normal që nuk erdhëm Shkodër për të humbë neshjen. Kështu që erdhëm për të pas gjendjen tonë sportive më të mirë për neshjen me Vorë. Jo patë shumë lojtarë të cilët mund të jenë dhe në formacion i kisha aktivizu përsëri sot. Për mu skuadra do vazhdimsi, por për me folë për neshjen pastaj janë shumë gjëra të cilat nuk na lejun, qoftë vllaznia, qoftë gabimet tona, që nuk na lejun që të ishim në luftë deri në fund. Goli i barazimit dha një farë shkëndije për skuadrën tuaj, madje edhe kolegu juaj Martini e vlerësoi. Goli i barazimit normal që të dha, po ne përpara golit barazimit kishim rast pastër për të kaluar në avantazh, pjesën e parë. Kështu janë to ndeshje kupet, të cilat por rezultati i parë, me të thënë drejtën, në Ballç ishte një farë penalizimi për ne. Tash me përqendrimin tërësisht në kampionat. Kampionat se s'kena ku të shkojmë në vend tjetër. Profesor, do ja dalë Tbilisi të shpëtoj? Të shpëtoj. Të shpëtoj. Ne po mundohemi, për atë punë po mundohemi, të shohim se si do ta kemi gjendjen e futbollistëve deri në fund. Por mu m'intereson gjendja e tashtishme, neshja me Vorë, neshja shumë e fortë. Mendoj se përveç ndeshjes me Vorën do shihen edhe shumë rekordime të tjera të rezultateve të tjera të ekipeve të tjera që janë. Kështu që vështirësitë janë. Pse keni kaluar shumë vite në Shkodër, sa herë i ktheni, shikojmë se ju takojnë, ju respektojnë miqt. Unë vi me kënaqësi në Shkodër dhe është një nga vendet që kam kaluar më mirë. Pavarësisht kemi fitu, s'kemi fitu, por si që kanë respekt populli shkodran për mu, edhe unë maj gjithmonë respekt për Shkodrën. Faleminderit. Sukses.